Shkaku i tretë që Allahu ta mundson ty me qenë i lumtur në jetën e kësaj bote është me të dhanë eulad, me të dhanë fëmijë, djem apo vajza qofshin të mirë që të kënaqet zemra kur flasësh me ta, edhe të kënaqen syt kur i shef ata. Dhe kënë ka begatu Allahu me fëmijë, vajza apo djem qofshin, edhe ata janë kënaqësi për to, e ky kënaqet me ta, atë le ta dinë se Allahu ja ka dhënë mundësinë me qenë i lumtur në jetën e kësaj bote. Për ata dijeni se fëmijët janë dy llojesh, ata që ta lumturojnë shpirtin, ta bojnë të lumtur zemrën, ata që ta lumturojnë edhe jetën. Edhe ruana Zot janë një kategori, Allahu na ruajt prej tyne, edhe i përmirësoft e i drejtoft ata që ta nxjin jetën janë. Edhe shumë bukur e ka thonë populli, nuk ka njeri që ta freskon, që ta fladit zemrën si kur e vladi. Dhe nuk ka njeri që ta kall zemrën si kur e vladi. Ai pari që ta freskon e ta knaq është e vladi hajrit, e ky tjetri ruana Zot është i të këqijave, i harameve. Andaj Allahu te bareke ve taala i përmend robrit e tij të devotshëm në të kaluarën, çysh e kanë lutur Allahun, i kanë thonë: Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. O Zoti ynë, na jep neve gra bashkëshorte edhe evlad qurratu a'yun, që janë kënaqësi, që janë lumturi, që janë prehje prej neve. Waj'alna lil muttaqina imama, edhe na bën neve me qenë pris, udhëheqës i të devotshmeve. Imama këtu nuk ka fjala imam xhamie, po nivel edhe më të lartë me qenë pris. Por çka e quajmë fjalën e Allahut në vend, jo me qenë pris e me quajë projektin e partisë apo të filanit apo të fistekut përpara. Po ashtu pejgamberi Allahut Zakaria alayhis salam e luti Allahun edhe i tha: Rabbi hebli min ledunke dhurriyatan tayyiba. O Zot, më jep mua trashëgimtar të hajrit. O Zot, më jep mua pasardhës të hajrit. Dhe pasardhës të hajrit, pasardhës të mirë janë ata që ti kur i shef të kënaqet zemra, edhe të kënaqet synin ta. Allahu na begatoft neve edhe juve me pasardhës të tillë.